Përshëndetje dhe mirë se erdhët në tjetër video. Sot do t'ju tregoj se si të realizoni flokët me onde pa i dëmtuar, si kjo video këtu, shi sa bukur janë flokët tutë me onde, të cilat janë natyrale, por gjithashtu edhe krijojnë shumë volum tek flokët. Sot do t'ju tregoj se si të përdorni një produkt i cili nuk i dëmton flokët, por thjesht ndihmon që flokët e juaj të jenë sa më me volum dhe gjithashtu ndihmon që ti keni flokët sa më bukur gjatë gjithë ditës. Që e kam marrë nga Temu, është një produkt 5-në-1, por sot do të kemi vetëm ondet, do të realizojmë ondet me këto kokat këtu, sepse këtu janë 5 koka të ndryshme për të bërë flokët me stilime të ndryshme, por sot do të zgjellim këtë këtu, që është për të bërë flokët me onde. Është shumë bukur që të kesh flokët me onde natyrale të duken bukur, por është shumë rëndësishme që të mos i dëmtojmë flokët, sidomos nga produktet e nxehtësisë, që ne sot shumë po i dëmtojmë flokët pikërisht nga ky faktor. I kam darë flokët në seksione të ndryshme, tani do të vë një voice over për t'ju treguar procesin si të realizoj flokët. I kam kapur, i kam darë në gjysmë dhe do t'i bëj një nga një. Gjithmonë e vendos në medium, nuk e vendos asnjëherë në high, pra në gradacionin, sepse është ka low, por nuk i mban shumë ajo që është low, është medium, dhe më pas ajo që është high për të pasur edhe më shumë volum dhe kaçureli të mbaj më shumë. Por një tjetër mënyrë se si mund të mbaj kaçureli është që ju ta kapni me kapse, po unë thjesht po tregoj mënyrën, pasi nuk është se e kam të nevojshme ta kap me kapse, sepse tani nuk është se po bëj një stilim për të shkuar diku. Thjesht po ju tregoj se sa bukur realizon ky produkt flokët. Do i bëj flokët një nga një, duke i ndarë në seksione jo shumë të mëdha, në seksione pak më të vogla dhe siç e shihni, kaçureli del shumë i bukur. Në fund ju mund ta hapni kaçurelin me një vaj, duke i vendosur tek pjesa fundit, që të duket sa më natyrale. Kjo është mënyra se si realizoj unë flokët. Po vazhdoj me seksionin tjetër të flokëve, po e lë këtë video sepse dua që ta shikoni se si i realizojnë, mbase dikush di që të realizoj, por përveç këtyre se si realizojnë flokët, unë do të tregoj edhe se çfarë produktesh përdor në mënyrë që flokët i kem sa më të shëndetshëm, duke pasur parasysh se i kam pasur të dekoloruara për vite me radhë. Dhe flokët kanë shumë nevojë për shumë kujdes. Kaçurrelat ose ondat mund t'i hapni me dorë në mënyrë që të krijohet edhe më natyrale kaçurreli dhe shihni se sa bukur duket. Këto janë disa produkte që përdor për flokë, por le të studojmë një nga një dhe t'ju tregoj se çfarë funksioni ka secili produkt. Do të vazhdojmë me skrabin. Ky është skrabi i flokëve që përdor një herë në 2 javë, e vendos në flokë, e lë për 5 minuta në momentin që jam duke larë flokët, dhe më pas e masazhoj për të hequr atë lëkurën e vdekur të flokëve dhe për të hequr zboksin. Një produkt që e përdor sa herë që lajm është ky produkt këtu, që është një maskë për të rigjeneruar flokët, një maskë për të rritur flokët. Siç e shihni, është thuajse në fund. Një tjetër që përdor është ky produkt këtu, është një balsam i cili ndihmon flokët normalisht në zbutjen e flokut, që të mos ketë ato majt e dy fishta dhe mos duket floku shumë i ashpër në fund. Dhe një tjetër produkt që përdor është vaji i flokëve, që është shumë rëndësishëm për të përdorur në momentin që i keni flokët e lagur thjesht në pjesën e fundit për të zbutur flokët. Ky është vaji që përdor, është vaj nga Snap, e vendos në pjesën e fundit të flokëve dhe është shumë i mirë për pjesën e rigjenerimit të flokëve dhe për majt e dy fishta në pjesën e fundit të flokëve. Ky ishte një rutinë e vogël e flokëve të mi, siç ju kam thënë edhe më përpara, unë kam pasur flokët e dekoloruar për shumë vite. Dhe kam pasur shumë problem pjesën e rënjes së flokut, gjithashtu kam pasur edhe shumë problem pjesën e majve të dy fishta dhe gjithashtu yndyrës së tepërt. Tani floku normalisht do të yndyroset sërish, por majt e dy fishta sikur janë zhdukur dhe floku është shumë më i shëndetshëm, siç e shihni, ka shumë më shumë volum dhe stilohet shumë lehtë. Nëse jeni të rinj në kanalin tim, atëherë klikoni butonin subscribe dhe më lini komentin tuaj se çfarë videosh dëshironi të shikoni, sepse këtu në kanal unë bëj video nga më të ndryshmet. Ndërsa në Instagram keni video të tjera të cilat janë me tematika të ndryshme, por sërish tek pjesa e beauty. Pafshim!